Ja më ta them unë si del, ti s'ke nevojë fare. Ke mësuar 2 gjera ose 5 gjera, blen një çantë me vegla, hap një Instagram aty dhe thua elektricist. Dhe ti vazhdon, punon. Keq, mirë, ndes drita, njerëzit thotë ndezi ky, më mori më lirë, ky dhe hajde dil nder. Kaq më, kaq e thjeshtë. Pse kujtoni se je në Gjermani këtu? Që duhet të regjistrohesh mbash përgjegjësi se nuk të merr nesër ai klienti aty. Pra nuk të merr, po ti nuk je i certifikuar. Ora kush je valla? Çfarë di ti dhe çfarë punimesh ke? A ke parasysh portofolin e punimeve? Ora çfarë eksperiencë ke më burr? Çfarë ke bërë, çfarë ditë bësh? Këtu jo, këtu punon në telefon. Shiko thotë, merr telefon se njofun filanin, është i mirë, merr atë të bën ai punë. Dale vë, pritë. Pra, e kupton ku jemi ne apo jo? Dhe unë këtë kërkoj, këtë kam ngritur. Ora duhet të institucionalizohet kjo, pra të rregullohet kjo, bëhet institucion. Pra jo çdo kush, le të themi mund të bëj këto, por kam në një merak tjetër blon. Sepse unë e di ku e kam merakun apo jo, dhe mendoj edhe më të keqe. Kjo mund të bëhet, po kjo kthehet monopol, siç janë bërë pikat e karburantit në vend. Ja japin 2-3 njerëzve. Pra, qoftë edhe mua nesër, pra qoftë edhe mua. Se dhe unë po e mora, po them, gjithë kontrollin e gjithë vendit, Leon, është problemi. Qoftë edhe unë nesër. Pra, duhet të jetë e lirë për profesionistët dhe duhet të jetë shteti regulatori që të më kontrollojë edhe mua nesër.